refreni, Orame, ku i ke shokët, 77-313, është përshëndetja e parë dhe përshëndetja e fundit që më bëjnë, kushdo që takoj. Shkojmë e votojmë numrin. Super takim entuziazmi savurare me Basha dhe me gjithë të rinë e Qarku dhe Tiranës, por kryesisht të zonës Dajli. Po, super. Më mirë prishet, patëm një takim me Bashën dhe me Rinin, që i falenderoj pa mas, janë e ardhmja jonë dhe i grantohem çdo të ri dhe të reje, që do të bëjmë çmos që Rinia mos na largohet nga Shqipëria, sepse janë e ardhmja jonë. Dhe i falenderoj të gjithë, u jam shumë mirënjohës. Pashi pati dhe një lloj entuziazmi që u përcot, si nga Basha, por edhe tek të rinë. Se duket edhe kjo ideja që për shembull të përfshinin në programin tuaj edhe të rinë. Se duket është ajo çka biseduam në herën e parë që një pjesë e mirë e tyre her pas here kërkojnë të largohen nga vend. Pra ti motivosh. Zgjidhja e kandidimit tim ka ardhur vetëm nga Rinia. Unë kur rri me Rinin, unë gjallërohem. Pra është diçka që e ke të lidhur kështu, jetësisht, nuk është shmangët. Rinia për mua është e pazëvendësueshme. Gjithçka. Ndërkohë sot takimi ku përqendrua kryesisht dhe të rinj janë vetëm të zonës tu, pra të kësaj pjese. Janë të freskut, Dajtit, nga Zallherri, ai djali që punon në ndërtim është nga Zallherri dhe kam pas një mbështetje nga gjithë Rinia. Nuk e ka kandidat tjetër Rinin që kam unë. Nuk e bëj për mburrje, por u kam rrit ke koka dhe do të rri një që des Rinis ke koka bazi. Ku fokusua më së temri ky takimi sot me zotin Basha? Takimi fokusua ke arsimi, ke punësimet, ke mos lëvizja e Rinis me boshatis vendin ton. Ti kemi këtu afër sepse pa Rinin nuk kemi s'ka gjallëri. Nuk janë të gjithë votues. Nuk ka shpresë pa Rinin. Besoj janë të gjithë votues. Të gjithë votues janë maturanta, janë punëtorë që punojnë nëpër pica, kamajera, ndërtime. Pra njerëz të zakonshëm që kontribuojnë në ambientin darkë në këtë vend. Po, jetojnë me familjen tu. Në Shqipëri. Okej, ndërkohë se pa marrë shumë kohë, se e di që edhe të presën që ti bashkohesh atyre, dua të marr një mesazh kryesisht për ata të cilët nuk ishin prezentë sot, pra për të rinj te kësaj masës që është. Pra çfarë mesazhi përcjell atyre nëpërmjet kamerës? Unë do bëj thirrje gjithë Rinis, mos largohet nga vendi, se mas 11 maj do të ketë shpresë për Rinin, shpresë për çdo familje shqiptare. Dikush më thot gëzuar aty, ore sa mbështesja bazës po dëgjoj zhurmë fare. Faleminderit. Mendo me një batut. Mendo çai bëna bazi këtyre të gjithë. Të uroj shumë suksese, të falenderoj për kohën, se e shoh që e ke gjithë në pritje. Jeni shumë të mirë, faleminderit.